sejdë me zemër. Kur ata trokasin dyert e kryetarëve, pushtetarëve, mbretërve, ti trokit në derën e mbretit të madh Allahut. Kur ata rrinë në oborre të princave, ministrave, ti rrinë në oborrin e Zotit mëshirues, fuqiplot, Allahut. O Allah, kur ata shkojnë nga spitali në spital, ngreu ti natën e thuj, dorën tënde janë çelësat e shpëtimit dhe të shërimit. Ti ke thesarin më të madh. E di ku është ky thesar? Tek Allahu. Wa in min shay'in illa indahu khazainuh. Dhe nuk ka asgjë përveç se tek ne janë thesaret e tij. Kështu Allahu thot. Lumturia ka thesar, qetësia ka thesar, siguria ka thesar. Pse me elon atë Allahun që ka pushtet mbi gjithçka, shkojmë tek një krijesë që nuk ka fuqi, as për të mirën, as për të keqen, as për jetën, as për vdekjen. Shkon sejdë, shkon namaz, shkon ruku, shkon sejdë, çka të pengon me u afru tek Allahu? Çka të mban mbrapa nga ata që çajnë e kthehen tek Allahu, që lexojnë fjalët e Allahut, që meditojnë në fjalët e Allahut natën dhe ditën? Shiko formën e embrionit në bark nanës. Shiko formën e embrionit në bark nanës. Mas shumti që i ngjan njeriu kur ai është në sejdë tek Allahu. Medito për këtë. Prandaj jeton sejdë, jeton me sejdë, jeton sejdë siç ishe në barkun e nanës. Allahu, pasha Allahun, ka me të mjaftu me të mirat e tij. Ka me të bo vende, ka me t'i bo vendet e ngushta, të rahatshme, e do të rrethoj Allahu me mëshirën e tij. Shkon sejdë me zemrën tënde. Edhe kur e ngre kokën tënde, thuaj me zemër, Subhana Rabbiyal A'la, lavdi Zotit të lartësuar. Edhe kur qesh, edhe kur mendon, edhe kur po shpërit brenda vetes, thuj, o Allah, ti je shëruesi, shëro dobësinë time. O Allah, Zoti i madh dhe i mëshirues, shëro zemrat tona të thyme, shpirtin ton të lodhur dhe trupat ton dopt. Lutju Allahut, na afro, o Allah, ma pran teje, me sejdë të sinqert, dhe me zemër plot iman e besim, zemrën mbushe me la ilaha illallah. O Allah, na mbush me qetësi, lumturi, siguri, dhe na mjafton me thesarin e mirësisë tënde.